para se me mbështjell me qefin, thot me mbath një palë çorapa. Edhe ata djemt nuk e kuptojnë cili është mesazhi. Thot një burr i moshum pas ka qenë në miqësi të afërt me një hoxh. Edhe kur i afrohet vdekja këtij plakut, e sheh se po i rëndohet gjendja shëndetësore kështu me radhë, i lën emanet djalit vet, djemve vet, edhe i thot kur ti mbylli unë syt, kur të vdes, thot me ma thirr dostin tem, hoxhën, mulla filanin, ai më përgatit. Me më la, me më qefinos, me më përgatit, me më përcjell. A më thot e kam vesh një kërkesë, a atë do t'ja zbuloni ati, masi të vdes unë, jo tash. Thot kur të më pastron edhe të më përgatit, para se me mbështjell me qefin, thot me mbath një palë çorapa. Edhe ata djemt nuk e kuptojnë cili është mesazhi. Edhe kur vdes baba, e thirrin hoxhën me e përgatit, e merr hoxha me e përgatit, i thonë baba e ka pas një kërkesë, një emanet e kalon. Çka? Thot mi alon çorapat mbathën. Para se me mbështjell me qefin, mi mbath çorapat, pastaj me mbështjell me qefin edhe me e varros. Edhe hoxha thot ja, thot nuk ban. Thot do vendet ti babën e ke pas shumë për zemër edhe ai të ka dashur ty, të ka respektuar kështu me radhë, çysh thot që dëshirë, s'po e respekton. Thot o djem, baba thot nuk e ka pas qëllimin që me lyp, me shku në atë botë me çorapa mbathën. Po baba ka dashur ju më javlon një mesazh. Me ju tregu se kur del për kësaj dunjaje, edhe prej rrobave, prej petkave të përditshmërisë, as minimumin nuk ka. As minimumin, as atë që është më e thjeshta çorapa, mo që kërkosh si bën hesap sot, thot as atë nuk e merr me vete. Nuk del krejt duar bash. E merr përgjegjësinë, ose e merr edhe lavdin. Tash kur them përgjegjësinë, e kam fjalën dëbamat e veta, ato që i ka bë, ndoshta nuk është dashur me i bë, ose ato që është dashur me i bë i kalon pa bë. Për këtë këto ka përgjegjësi.